analizu politik, që kanë analizu politik dhe që kanë marrë pjesë në jetën politike të vendit, pavarësisht në çdo periudhë, e din sakt që Zoti Kurti nuk don kompromis, nuk don marrëveshje politike, nuk don domethënë konsenzus politik. Albin Kurti don dominim dhe nënshtrim të të tjerëve, dëshiron domethënë pushtim të të tjerëve, ftesa politike ka qenë bllof klasik, pushtues, prandaj LDK-ja ka bën shumë mirë, që nuk u ka përgjegjë një ftesë të tillë për vetë pushtrim, ndërkaq që sa i përket Limajt, me vetë vullnet e ka hongër pushtimin. Kush? Fatmir Limaj është sot njeriu më i përbuzur edhe më i poshtnuar në skenën politike të Kosovës. Sepse ju ka ofruar me vullnet dhe Zoti Kurti ja çka thot, nuk japi kurrë. Sepse e poshtnon, tu i thoni ki tre deputet. Problemi i fuqisë politike nuk varet sa deputeti ki, varet sa po të vynë në konstelacionin aktual të zgjedhjeve. Prandaj, unë tash mendoj që në çdo version, pavarësisht se